Shirat e vazhdueshëm të rëna muajt e fundit kanë shkaktuar probleme dhe në fshatin Rip të njësisë administrative Gur në bashkinë e Klosit. Një masiv i madh dhe u është shembur në afërsitë të shkollës nëntëvjeçare Veli Alla në fshatin Rip. Siç duket nga pamjet, çare është e konsiderueshme, çka rrezikon të vazhdojë edhe më shumë nëse nuk ndërhyet në kohë. Banorët thonë se deri tani vetëm është pastruar dheu i cili kishte rënë në rrugë, ndërsa kërkohet ndërhyrje urgjente për ndërtimin e një muri mbrojtës. Gjithashtu, banorët thonë se rrëshqitja e tokës ka ardhur gjatë kohës së rreshjeve të shiut, të cilat e kanë mbifryrë tokën me ujë e përpasoj është krijuar shembja. Po ashtu një tjetër problem sipas banorëve është edhe rrjedhja e vazhdueshme e ujit të shkollës, e cila ndodhet vetëm pak metra larg tokës së shembur. Kjo që kur fillon fortuna në shem. Dhe kjo nuk ka ardhur shemja nga burimi që ka nën toksor, kjo shemja ka ardhur nga cisterna. Të shikon elimini ujit të cisternës, këtu mund i bëhet për pa përfundu. Mu tha koha, nuk bëhet mu, si të bëhet mu, këtu s'ka si në rrezik. Bashkia ka ardhur, thash blloku rrugë ka ardhur, ka hapa dhe vje hap hajër mas here, se ujit e cisternës ka qëndru direkt aty dhe rrit e plata, i ka shem deri edhe betonin atje. Kjo shkolla? Kjo shkolla, këtej, në krahun këtej nga perëndimi. Si të rrinë gjithmonë në ujtaj, do të dinë, s'ka si problem tjetër. Ndërhyrja në këtë shembje është emergjente për banorët e Rripës pasi rrezikohet shkolla dhe rruga e fshatit, ndërkohë drejtues të njësisë administrative Gur tha se do të ndërhyet menjëherë për eliminimin e këtij problemi.